Të kjo gjendje, shpesh pacientat nga ajo që ndëgjojmë nga rriti, shpesh thonë, kur bi me flajt pe urrin natën, sepse bashkë në atë momente mundona mës me menu, po menoj shumë. Të kjo gjendje. Po kjo është çështje, është të anksiost në ndodhë kjo. Anksiost. Dhe më thonë se është një problematik shumë e thjeshtë. Për shembull, ne kemi diskutu sot, për marrë shembull vetin që zbon me marë, edhe kur shkojnë në shtëpi, thonë, pse se thash këto, pse se thash këto. Tanë kohën, ti merre me njerëzit kur janë punë. Pse se ku mbo qështu, për ku mbo kështu, pse ashtu, edhe shkon tanë nata për një letër, një faktura, ku e di unë e qëta, tanë kohën në presion. Për atë arsye, dinamikat e sodit kërkojnë edhe një ta qim higjen psiqike, psikologjike tek ne. Higjena ma e thjeshtë është me shku në fitness një orë në ditë. Më thonë, përveç trupit, i ndihmon edhe trurit tonë. Ushqimi pak me qenë ma i zgjedhën. Fast foodat nësë mëjmë ndalu. Mëjmë me hangër një herë, 2 herë një javët, po mës tjetë ushqimi përditshëm. Do të thotë që me majtë atë higjenën psikologjike tonën që tanë kohën që edhe për mes aktivitetit tonë fizik, një pjesë madhe të saj me largu.